Unë nuk mendoj që është vetëm faji një detektori, sepse detektorin ose personi I cili ishte përgjegjës për të kontrolluar të detektori do të arrestohet, do dënohet, do mbaroj, po themi, jeta e tij. Çfarë do zgjidhë? Çfarë do zgjidhë? Kjo është ajo. Shteti shqiptar nuk të ofron këto kushtet dhe sigurie. Shteti shqiptar vetë nuk I ofron këto kushtet dhe sigurisë gjyqtarëve. Flasin gjithkohës gjyqtar. Pse u bë reforma në drejtësi? U bë reforma në drejtësi për një gjykim të drejtë, të shpejt dhe transparent. Asnjëra nga këto trijat nuk po bëhen në gjykatë, sepse nuk ka mundësi fizike. Nuk ka më burime njerëzore. Me ndryshimin e artës gjyqësore u transferu apeli në Tiranë. Sipas rregullit duhet të jenë 75 gjyqtarë. Janë 32 gjyqtarë në apel. Çfarë mendojnë që do të bëjnë 32 gjyqtarë? Më pak se gjysma që duhet të jenë. Nuk kanë ambiente, në zyrat e tyre janë të mbushur me dosje dhe nuk kanë bën gjyqje në zyrat e tyre, nuk ka solemnitet fare. Transparencë. Për çfarë transparencë flasim ne ku mund t'i kërkojsh gjyqtarin që ka 800 dosje apo 1000 dosje në gjykim. Dhe ai nuk ka mundësi të zhvillojë një gjyq solemniteti brenda sallës gjyqit, por e bën në zyrë. Çfarë solemniteti ka? Por sa I drejt mund të jetë vendimi në këto kushte kur ti nuk I ofron siguri, nuk I ofron infrastrukturë, çfarë drejtësie pret? Dhe kjo them unë që është faji I shtetit shqiptar, për shkak se u bëhet gjithë kjo zhurmë, reforma, një vendim gjykate që është më banale, besoj edhe avokatët do ta diskutojnë në studia, merr 2 vjet kohë. Nuk ndodh në asnjë vend botës që 2 vjet merret një gjyq për divorcin. Mos të arrim të çështjet e pronave që kanë 15 vjet dhe 20 vjet njerëzit. Apo avokatët që u kisha në studio kishin çështje të 2010-s, 2011-s, akoma e sot e kësaj dite dhe avokat Memina më tha se 5 prej klientëve të tij në një çështje kishin ndruar jetë gjatë këtij kalvari gjyqësor gati 15 vjeçar. Flamur, më bëri shumë përshtypje një natë më parë kur ti reagoje për rastin e djeshëm të vrasjes së gjyqtarit Ndier Kalaja, edhe disa prej rastet të gjyqtarëve të kërcënuar ndër vite. Përmendje gjyqtaren Bajramaj në Lushnjë në prill të 2024-s, në 2016, një tjetër gjyqtar, një tjetër prokurore që sulmoi me thik në ambientet e gjykatës në vitin 2013, në Vlorë një sulm me acid, në Fier një moshuar qëlloi drejt gjyqtarjes për një çështje divorci. Këto ishin disa prej rasteve që ti I sille në vëmendje teksa ne kishim dje një gjyqtar të vrarë. Pyetja ime është si e shikon ti zgjidhjen e kësaj situate? Gjykata e lartë ka njoftuar dhe ka kërkuar gjithë gjyqtarët të bëhen bashkë për një sër reagimesh apo nuk e di se çfarë, por kush është zgjidhja mas vrasjes së të Ndierit Kalaja? Shiko, ajo çfarë unë kam renditur janë e pakta atyre se çfarë janë realisht vetëm në gjykatën e apelit, vetëm pak ditë më parë, mësova nga kolegët tonë që janë në Shqipëri, si Anila apo të tjerët, apo dhe raste të tjera të cilët më shkruajtën në mesazhe inbox, vetëm pak muaj më parë në gjykatën e apelit, në proceset civile, për shkak të ambienteve që janë shumë të vogla, është një sallë shumë e vogël saqë palët në sanë gjyqësore, që ulen në krah të gjyqtarit të majt apo pjala tjetër në krahun e djathtë, po ta zgjasin dorën e kapin për fytyrë gjyqtarin. Tregon që një ambient shumë I vogël që nuk ka mundësi që të ketë një drejtësi apo një seancë gjyqësore normale. Vetëm pranë kësaj gjykatës, vetëm pak muaj më parë, 3 gjyqtarë janë sulmuar me shishe, me dosje, pasi kanë dhënë vendimin, janë sulmuar me shishe, me dosje brenda sallës gjyqit. Ka raste pafundësisht të cilat ndodhin për shkak të mungesës së kushteve. Pse nuk ndodhin këto raste në prokurin ose në gjykatën e krimeve të rënda dikur apo në gjykatën e Spakut tani? Pse nuk ndodhin? Sepse ka punojës policie, përveç se të burgjeve që kujdesen për të pandehurit dhe personat, ka dhe punojës policie të cilën kujdesen për njerëzit të cilët janë në sallën e gjyqit. Flas për njerëzit familjarët apo personat të ndryshëm që ndjekin procesin gjyqësor. Pse? Sepse atje ka një sallë e madhe ku bëhet me solemnitet. Në gjykatën e apelit nuk e ke një luks të tillë, nuk ka ambiente. Janë sallat e vogla. Masat sigurisë nuk ka. Është bën kjo shpikja, ruhet natën me polici private, ndërtesa. Dakor,
brenda sallës gjyqit, ke punojës policie jo, ke dy ftues, o një ftues të gjykatës janë civil, të patrajnuar, njerëz që mund të jenë punësuar thjesht për të marrë një rrogë, një punë aty për të pas një rrogë, të cilët nuk kanë trajnimin e duhur në momente të tilla si do të reagojnë. E di që në gjykatën e apelit pandi, nëse gjykat ka çështje penale, mbi 5 të dënuar apo 5 të paraburgosur, policia e burgjeve merr masa jashtëzakonisht të larta për shkak frikës së arratisjes, sepse ka gjitha vrimat, gjykata e apelit ka shumë vrima dhe hapësira nga mund të ikin dhe të largohen. Pra ata